Vaji i ullirit që prodhohet në Shqipëri ka disa cilësi të veçanta si pasojë elementeve që ka toka shqiptare. Nisur nga kjo, kërkesat për eksport janë të shumta dhe arrin deri në vendet më të largëta si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zvicra e madje edhe Kina. Megjithatë, eksperti Dimitor Panajoti shprehet se vaji shqiptar është më i shtrenjtë se i vendeve të tjera të rajonit dhe kjo nuk e ka favorizuar për eksport. Kanë shumë polifenole, polifenolet brenda në vajin e ullirit rrisin aftësitë ruajtëse të vajit, edhe japin dhe të gjitha karakteristikat e asaj që themi ne që vaji i ullirit është shërben për shëndetin, është i shëndetshëm në ushqim, është në pjesën kryesore të piramidës së ushqimit e tjera, domethënë që janë të vërtetuara shkencërisht. Ne eksportojmë vaj ulliri, nuk është problem. Problemi nuk është për të eksportuar, po problemi është e çmimi. Po të vihet në re çmimet në vendet të themi në Spanjë ose në Greqi ka dhe më ulët. Në një vit Shqipëria arrin që të prodhojë rreth 10.000 ton vaj ulliri, por pavarësisht kësaj për të plotësuar nevojat importohet rreth 1.000 ton. Por konsumi i vajit të ullirit për frym në vend mbetet më i ulët në krahasim me vendet e tjera. Konsumin e vajit të ullirit e kemi rreth 3 litra për frym, maksimumi, domethënë nga konsumi nga prodhimi i brendshëm. Ndërsa gjithë vendet e tjera të themi Italia, Spanja, Greqia e kanë edhe 5 herë më shumë. Gjithë kjo industri faturon në vit rreth 30 milion euro. Por si njihet një vaj cilësor, e rëndësishme është që të ketë aromë të fortë dhe ngjyrë jeshile, pasi në të kundërt vaji është prodhuar në temperaturë të lartë, duke i hequr të gjitha vlerat dhe cilësitë. Ngjyra jeshile është dhe tregues i punës fabrikës me temperaturë normale. Nëse rritet temperatura, ngjyra fillon edhe ndryshon deri në mund të gjenden edhe vajra me ngjyrë kafe, ngjyrë të kaferenda, domethënë tregon që vajrat janë bërë në fabrikë me temperaturë, janë përpunuar me temperaturë të lartë. Kryetaria e shoqatës së vajit të ullirit shqiptar Silvana Subashi thotë se në vend janë ngritur rreth 240 fabrika dhe gjysma e tyre merren vetëm me përpunim të vajit për të tretët. Unë them që nuk ka krahasim, sepse ne jemi një vend i vajit, një vend i ullirit i cili e prodhon vajin e ullirit nga 6.000 vjet. Të paktën kështu flasin të dhënat edhe arkeologjike. Vaji i ullirit shqiptar është një lloj vaj që kemi 24 varietete autoktone, janë afërsisht mbi 150 fabrika. Ne të dhënat i kemi për 240 fabrika, po një pjesë shumë e madhe të këtyre janë fabrika që merren vetëm me përpunimin për të tretët. Nuk nxjerrin vajin në treg. Thjesht fermeri çon ulli dhe merr vajin. Kurse 150 fabrika të tjera janë më cilësore praktikisht. Vetë prodhuesit shprehen se prodhojnë vajin me temperatura të ulta për të marrë më shumë cilësi. Kostoja e prodhimit të 1 litri vaj është 800 lekë, ndërkohë që tek konsumatori ajo shkon me një çmim prej 1.000 lekësh. Kosto është, si vjen në ka dalë shumë e lartë, në ka dalë mbi 8.000 lekë litri. Pra, kosto e shqitjes është 10.000 lekë, vaj mirë, e kësaj vitit. Të vjetra, flasim, jo vetëm. Teknika që të prodhosh të marrë këtë lloj cilësinë e parë, janë disa hallka që nuk duhet shputur asnjëra nga tjetra. Ky është nga vjelja, prodhimi tjeti freskët, uji tjeti pastër i larë, temperatura mos kaloj 30 gradë, dekantim natyral, rujtja në end inoksi, shishe qeqi dhe llamarina të rregullur. 1 litër vaj ulliri është 1.000 lekë. Cilësia parë ne kemi 1.000 lekë. Kuptohet që këtu është ambalazh, janë shumë gjëra, por jemi në këtë çmim që ne fund fare ta mësojmë konsumatorin që konsumojë vajin. Shqipëria ka 60.000 hektar ullinj, nga të cilat 1.3 milion ullinj janë qindra vjeçar. Disa nga varietetet më të njohura të ullirit shqiptar janë Kalinjoti, krypi i Beratit, bardhi i Tiranës, krypsi i Elbasanit, Miksan dhe Himara, të cilët zënë 85% të prodhimit në vend dhe janë të një cilësie shumë të lartë.